kallëzana qysh ka ndodhur me detaje, çka ka ndodhur në orën 2:30. Po me 30 mars, do me thonë fillim të kësaj jave, me 30 mars në ora 2:30, kom qenë në banesë duke punu, duke u përgatit për mi bërë disa përgjigje për edhe të mendu për si mi u përgjigj kësaj kampanjës fshatës linçuese. Edhe në 2:30 dy persona të pa uniformum kanë ardhur dhe i kanë mshu zilës. Edhe unë i kom pa për ati shpiun i derës që kanë qenë civilë dhe nuk e kom hap derën. Sepse kom mendu që mujnë me qenë persona që kanë ardhur më dëmtu diçka. Kam fillu me i mshu derës mandej, edhe kjo ka vazhdu për rreth 20 minuta. Unë automatikisht e kam njoftu policinë e Kosovës, që dy persona kanë ardhur para banesës teme dhe po i mshojnë derës, po kërkojnë me hy mbrenda, po nuk po e di kush janë ata. Dhe i kam njoftu plot miqtë mi që se çka është ndodhur, mesin e tyre ke qenë edhe ti. Edhe mas një 20 minutave afërsisht kanë ardhur forca policore, domethënë pjesëtar policisë të uniformuar. Jo, bashkëshortja ka dalë, edhe fëmijët kanë qenë për fat mirë në shkollë dhe nuk e kanë pa krejt atë situatë skandaloze e shqetësuese. Edhe domethënë kanë ardhur siç kesh të tregu forca policore të uniformuar, pjesëtarë, dhe ata kanë qenë të shqetësuar se kanë menduar që ka ardhur dikush më kërcënu ose më dëmtu, dhe ideja aty ka qenë me ardhur dhe me arrestu ata dy persona. Mi po kur kanë ardhur ata kanë pas që janë kolegë, sepse kanë pas begja të policisë të Kosovës, edhe kur e kom hap derën, policia e Kosovës ka thonë këta janë kolegë këto, kanë ardhur këtu për me bastisë banesën. Çka ke menuar në ato momente? Jam komplet i shokuar se kum besu kur që mundet me ndodhë një gjë e tillë. Edhe do me thonë, jenë fut kështu pak si, do me thonë, pa marrë leje, kështu, nuk kanë lyp leje, po veç jenë fut. Na kemi urdhër për prokurorisë dhe ma kanë lënë një letër në dorë, po jem konë shumë i shokuar se ka pas disa pjesëtar të policisë pa uniformuar, cilët jenë fut mbrana, dhe sen një parë që ma ka kërku personi i parë që hyu, ka thënë telefonin dhe laptopin do të me i lënë këto. Edhe e ka kërku dhe paswordin e telefonit, ja kom thënë tash nuk kam kurrë me mshef, kështu që mundesh me marrë paswordin e telefonit, edhe laptopin aty, dhe kanë fillu me bo bastisje dhe me këshyrë se qa ka, një bastisje krejt sipërfaqësore, se si duket edhe qëllimi i tyne ka qenë se... Aty kom rrjedhone. Po, edhe ke pa që ka qenë sipërfaqësore, kështu jo forse. Një fort e thellume kështu, dhe ideja aty ka qenë do me thonë me marrë laptopin edhe me marrë telefonin, edhe që kanë konfisku tjetër u konë edhe një libër, Masakrat në Kosovë 1998-99, cili është publik edhe mundet me u gjetë në librarinë Dugagjini. Edhe dy letra që kanë qenë mbi tavolinë, cilën i kom pas disa shënime lidhur me përgjigjet që duna mi dhonë lidhur me kampanjen linçuese kundër meje që është zhvilluar aty në ditë. Edhe më kanë shoqënuar në polici, më kanë thonë dush me u intervistu prej prokurorit, kom shku aty. Policia në prokurori? Në prokurori, pardon. Edhe prokurori do më thënë më ka intervistu për afërsisht 4 orë. Fillimisht shumica e sugjerimeve të miqve të mi, shumë prej miqve më kanë sugjeru që është mirë mos me fol me u mbrojt në heshtje, po unë edhe i papërvojnë këto punë. Asnjëherë një jetë nuk jem arrestu, asnjëherë nuk jem intervistu as pi prokurorisë, as pi policisë, edhe s'kom pas përvoja tilla. Kur shkova aty, unë e mora dhe librin me veti, edhe vendosa me fol. Nuk më isha me u përmbaj. Po pse na the ketë neve që po mire keni s'foli? Nuk s'foli, po mbrona në heshtje. Edhe po mandej vendosa me u mbrojt në Shpër me sqaru të publiku arsyeja pse na s'dojna me fol, është kur je i bindur që rasti politik qysh është. Po kjo ka qenë ti veç thjesht s'don me marr pjesë në atë maskaradë dhe i thua din çka s'po du me fol se po du me kry sa më shpejt procedurën, por mos me zgat 3-4 orë, zgat brenda një ore dhe ti ecë e vazhdon betejën publike. Që kjo është arsyeja pse na të kena thonë krejt mos fol se gabim, po si do të jetë unë veç sajnë e parë kum 3-4 orë, po ajo është me motive politike, aty s'ka lidhje ç'a flet ti. Edhe sajnë e parë që ja kom thonë prokurorit dukon që kjo është absolutisht e motivuar politikisht, edhe ç'është reagoje? Po ai u befasu pak, kështu ke përshtypja jam që u befasu, thash kjo është krejt politike, tha jo nuk ka absolutisht kurrë politike, thash kjo është kryek politike. Edhe ju po doni me luftu kryeministrin Kurti përmes meje. Si do qoftë, unë njëherë fillova mi kallëzu për libër, edhe ja tregova librin, ja tregova kopertinën e librit, i thash shehe këtë kopertinë të librit. Kjo thash është kopertina e librit Masakrat në Kosovë 98-99, cilën e kom botuar në shtator vitit 2024.
Dora në kopertinën e këtij libri tash është Dora e Antigona Deliu, 16 vjeçare, nga fshati Abri e Drenasit, cilën forcat policore serbe me 26 shtator 1998 e kanë përdhunu e mandej e kanë masakru. Edhe mandej filloam ja tregu krejt fotografitë, rreth 200 fotografi që janë libër, e cilat janë të agjencive të ndryshme ndërkombëtare, Reuters, Associated Press, EPA, AFP e kështu me radhë, dhe i këshyri gjitha se cila më e tmerrshme se tjetra, është duke ty që ky libër i konvenon servisë. Edhe ai është kështu pak, domethënë, filloj për punën kemi diskutuar gjëra gjatë për këto masakrat, edhe mandej filloj për punën e ekspozitës edhe për rastin e Dubravës, edhe domethënë biseda zgjati për afërsisht 3-4 orë, se kishte shumë edhe digresione kështu, po edhe u dashke me u daktilografu krejt dëshmia jam aty. Mas 4 orëve, çka thanë, çka u vendos, çka të lypën për teje? A i kishin krejt për çka kishin ardhur, librin, laptopin, telefonin? Do me thonë, a i tha që mundësh me shku në shtëpi, procedura vazhdan tutje, kërkun edhe paswordin e laptopit, cilin njavdash, se thash, edhe pse aty mundet me pas edhe gjana personale, thash unë për ja paswordin për shkak se është me rëndësi me u sqaru që unë nuk kam kur gjë me në shef. U befaseshin ata për kësaj gjasje? Po, më duket që po, u befasun, se unë thash nuk kam, se mandej edhe avokatim ka tregu që mundesh mos me, unë thash nuk kam kur gjë me në shef. Që ku e keni laptopin, kontrolloni, thash jam i hapur, mundeni me arë në banesë, kur doni, se herë doni, veç mjaftoni, në zyre, ku doni, jam 24 orë në dispozicion për çdo pyetje që mundeni me pas, për çdo paqartësi, çdo shqetësim. Pas ke fol me ta si me kon prokuror norvegjez. Ti pas ke trajtu ata si me kon krejt situata normale. U befasun se ai prokurori ish prej Podujevës, edhe kur thash shënojeni paswordin thash është Adem Demaçi krejt me të vogla. Edhe ai filloi me kesh. A është për një meqë është? Po, nëse duhet paswordi para këtij, u kon Hasan Prishtina.